Të nderuar të pranishëm, të dashur zhelinas të mi, të nderuar lider të Vlen, i nderuar kryetar Blerim Sejdiu, vlezër dhe motra, i nderuar gjaku im. Sonte jam këtu jo si profesoresh, jo si doktoresh, jo si mentore dhe edukatore, por jam këtu si bi e juaja, si motër, si nën, e mbi të gjitha si zëri i gruas së Zhelinës. Ne gratë jemi shpesh pjesë e hapjeve kështu. Jemi pjesë e sukseseve dhe e çdo pune të mirë që është në shërbim të komunës tonë dhe shoqërisë në përgjithësi. Besojmë te vizioni dhe punët e mira që po kryhen, sepse duam që fëmijët tanë të rriten në një komunë të zhvilluar, në një komunë të fortë dhe të bashkuar. Së bashku me bëzim dhe guxim, do të çojmë sigurisht drejt fitores këtë rrugë që e kemi nisur. Ju falemderit të gjithëve për mbështetjen dhe respektin. Suksese kryetar, suksese të dashur këshilltar. Na prifte mbara.